Ju përshëndes të gjithëve nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e fundit këtu në televizionin kombëtar Klan News. Së pari le të shohim kryetitujt. PS dhe PD publikojnë listat e kandidatëve për deputet. Kryeministri Rama do të kryesojë listën e Tiranës, në njëjtin gjë ka vendosur edhe Berisha. Socialistët e vjetër kandidojnë në listat e hapura. Tabaku të riqet nga lista e mbyllur, edhe pse ishte me votuar në primare me zgrave. Gjykata e posaçme apeli do të shpallë nesër vendimin për Erion Veliajin, i cili i kërkon lehtësimin e masës sigurisë. Gjatë 3 orëve seancë, prokurorët e Spakut kërkuan qëndrimin e tij në qeli, ndërsa avokatët ofruan garanci pasurore në këmbim të lirisë. Nga 13 marsi, aplikacioni TikTok nuk do të jetë më i disponueshëm për përdoruesit në Shqipëri. Pas vendimit të qeverisë, AKP ka kërkuar nga ofruesit e shërbimit të internetit të bllokojnë qasjen e aplikacion. Dënohet me 35 vite burg organizatori vrasjes së Bear Sofis 4 vite më parë në Tiranë. Jemin Sherra u shpall fajtor nga gjykata e posaçme. Bashkimi Evropian dhe Kanadaja njoftuan kundër masa ndaj mallrave amerikane vetëm disa orë pas hyrjes në fuqi të tarifave të SBA-s për 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit. Trump kërcënoi të përshkallëzojë luftën tregtare globale me tarifa të mëtejshme. Unë jam Leftion Beriseri, tani do t'ju njohëm në Hollësi me lajmet. Këtë pasdite kemi kushtuar një rëndësi të veçantë shpalljes së listave të kandidatëve për deputet nga partitë politike. Natyrisht fokusin kryesor e kanë marrë dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Në fakt, socialistët vetëm pak më parë kanë përfunduar edhe çastin e tyre të shpalljes së listave të kandidatëve, duke kulmuar me Tiranën, aty ku do të kryesojë kryeministri Edi Rama. Ndonse më herët ai kishte paralajmëruar se ndoshta nuk do t'i ishte fare në listën e kandidatëve për deputet. Kjo është lista e mbyllur dhe e hapur e qarkut Tiranë. Për shkak të ndryshimeve që janë bërë në kodin zgjedhor, një pjesë e listës është me vende të sigurta dhe pjesa tjetër e listës është me kandidatë për deputet, cilët do duhet të garojnë me njëri tjetrin dhe do duhet të sigurojnë një numër të caktuar votash, 17.000 për rastin e Tiranës, për të fituar një vend në radhët e Partisë Socialiste në grupin e ardhshëm parlamentar. Siç e shikoni këtu, lista e mbyllur e kandidatëve për deputet kryesohet nga kryeministri Edi Rama, ndjekur nga Gogerta Manastirliu, që është ministre e tanishme e arsimit dhe sporteve, pasuar nga Elisa Spiropali, kryeparlamentari Alindita Nikolla, ish kryetare e parlamentit Aulan Balla, që është nga ana tjetër edhe i deleguari i Partisë Socialiste për diasporën. E gjithashtu shikoni emra tjerë të njohur Partisë Socialiste: Adea Pirdeni, Gliasani, Albana Koçiu, ministre e shëndetësisë, Delina Ibrahimaj, gjithashtu Iva Gjuzi dhe Iris Luarasi, pedagoge e njohur. Një listë e gjatë e emrave të kandidatëve për deputet në listën e hapur, ku kryesisht janë socialistë me eksperiencë. Kryeministri Edi Rama e kishte paralajmëruar më herët se të gjithë ata që janë deputet meshkuj dhe me më shumë se një mandat do të jenë në listën e hapur të kandidatëve për deputet. Të shohim se si do të zhvillohet kjo gjë dhe kjo pjesë e kodit zgjedhor që mundëson një garë të drejt për drejt mes kandidatëve për deputet. Në krahun tjetër, në Partinë Demokratike, është zoti Berisha ai që do të kryesojë listën e kandidatëve për Tiranën, listën e mbyllur, i ndjekur nga Edi Paloka, Albana Vokshi, Belin Këlliçi, Flamur Noka, Josefina Topalli, Besart Xhaferi, Fatmir Mediu, Erisa Xhixho, Klevis Balliu, Mesila Doda dhe Tedi Blushi. Kombinuar këtu figura të spikatura të Partisë Demokratike dhe një pjesë e aleatëve, ashtu si që bën edhe marrëveshjet me aleatët për të vendosur disa figura të Partisë të Lirisë në vendet e sigurta, pra në pjesën e mbyllur të listës së kandidatëve për deputet. Ndryshe nga socialistët, bie në sy se demokratët figurat më të spikatura i kanë vendosur në pjesën e mbyllur, duket se nuk është mbajtur një premtim nga ana e zotit Berisha për të vendosur të rinjt në pjesën e sigurt dhe të mbyllur të listës. Ndërkohë do të presim edhe reagimet e para në lidhje me Partinë Demokratike dhe kandidatët për deputet, tashmë që listat janë shpallur vetëm pak orë para fatit fundor të dorëzimit të tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Më vonë do të kemi edhe lidhje drejt për drejta me këtë komision për të parë edhe përfaqësuesit ligjor të partive respektive
për të dorëzuar listat me kandidatët për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Pra, në krahun e Partisë Demokratike, figurat e spikatura qëndrojnë në listën e mbyllur dhe të sigurt. Të rinjt janë vendosur në listën e hapur dhe do duhet që të punojnë më shumë dhe të garojnë mes tyre për të fituar një vend në grupin ardhshëm parlamentar të Partisë Demokratike. Ajo që bie në sy në Tiranë është fokusuar betejë kryesore mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Ata janë kryetarët e dy partive më të mëdha që do të konkurrojnë me njëri tjetrin pikërisht në këtë garë elektorale. Zgjedhjet e ardhshme të 11 majit, tashmë gjërat janë edhe më konkrete dhe jemi një hap më afër organizimit dhe mbajtjes këtyre zgjedhjeve me shpalljen e listave për deputet. Vende të veçanta kanë në këtë listë edhe për kandidatët e diasporës. Rreth 250.000 qytetarë nga diaspora janë regjistruar në këto lista. Më falni, në këto zgjedhje për të marrë pjesë dhe pikërisht në listat e kandidatëve për deputet ka gjithashtu edhe përfaqësues nga diaspora, ndërsa partitë politike në mënyrë të veçantë kanë bërë fushat për të marrë sa më shumë mbështetje në diasporë. Pasi u njoftuan kandidatët për deputet dhe listat nga ana e Partisë Demokratike në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, kryetari Sali Berisha tha se përsi në këto zgjedhje në programin e Partisë Demokratike do të kenë pikërisht ato çka ai ka paralajmëruar gjatë gjithë kësaj kohe, ndërsa ka hedhur akuza të shumta ndaj Edi Ramës. Kanë 2 muaj që këndojnë hymnin e Hajdutit, që lajmet nuk kanë asgjë tjetër, vetëm Lali Vjedhsin. Se si Lali Vjedhsi s'ka vjedh, se si po meri me fustana pa çka se ishte garderoba e Laila Asadit, identike dhe kur Laila Asadi shkoj në Moskë, 2 lajme dolën, që Asadi solli kaq flori dhe Lailaja kishte $1 milion garderobën. Pra, zotëria tani është zhytur në park zoologjik, merret me vertebror dhe me këto mendon se do t'i hutojë shqiptarët. Me këto mendon se këto shqiptarë. Nuk u thot një fjalë për ujin e pikshëm, nuk u thot një fjalë për kafshatën që u preu, nuk i thot një fjalë për çmimet stratosferike, u thot se po rriten pensionet përmbysen Shqipëria. Dhe mendon se të gjitha këto doja u kompensoj duke përduar çdo mëngjes zhabat, xhapit, hardhuc, bretkocat dhe kafshë të tjera të natyrës. Pra, ndërkohë, e përsia jonë morale është programore, ja u thash, ne kemi një program të shkëlqyer. Një program që Shqipëria se ka patur kur më parë. Vota për socialistët në zgjedhjet e 11 majit për Edi Ramën është një votë që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian. Kryeministri tha se rezultati duhet jetë bindës për të mos humbur këtë mundësi reale, pasi opozita në garë do të marrë sipas tij nocrokun. Asambleve në Vor, Kavaj dhe Rogozhin, kryesocialisti Edi Rama u kërkoi angazhim maksimal për votën në 11 maj, që të bëjnë realitet Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Ai tha se kushtet janë krijuar dhe nuk duhet lënë ky moment që të iki Shqipërisë që të bëhet pjesë e kësaj familje për shkak të ndasive partjake. Pas zgjedhjeve të 1992-shit, këto janë zgjedhjet e para që kanë një peshë gjeopolitike dhe që lidhin drejt për drejt fatin e vendit tonë, fatin evropian të vendit tonë. Për herë të parë, mundësia për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian është reale. Rama tha se nëse qëndrueshmëria dhe rezultatet e arritura me ndërkombëtarët të lëkunden më 11 maj, nga një votë jo e qartë mazhoritare për socialistët, Shqipëria do të zvarritet edhe për disa vite të tjera në dyert e Brukselit. Sikur në 11 maj rezultati mos jetë i qartë, sikur
gjithë kjo qëndrueshmëri që kemi krijuar të lëkundet, sikur pozicioni ndërkombëtar ku e kemi vendosur Shqipërinë të vijë ndryshim dhe sikur ata thonë po mirë, më fal, po çfarë bëhet me këtë punën? Dhe mjafton një rrëshqitje 6 mujore për të mos thënë më shumë dhe nuk arrihet më gjë. Dhe ajo mundësi mund të ikë aty. Sipas Ramës, socialistët duhet të punojnë që opozita të dalë humbur në këto zgjedhje. Ju lutem të fokusoheni dhe të bëni maksimumin në këto 60 ditë. Në 11 maj ne duhet t'i prezantojmë atyre një noc rock madhështore. Kjo me thënë, duhet të më ndihmoni që ta realizojmë këtë. Sa thonë çfarë i bëm vetes që zgjum noc rock. Në të tjera lajme tani, Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Koz vjen për një vizitë ditore në Tiranë në misionin e saj të parë zyrtar. Ndër tjera, komisionerja do të takohet me kryeministrin Edi Rama të njëjtën në orën 9:30. Më pas, rreth orës 10:40 do të mbahet konferenca e tyre e përbashkët për median. Komisionerja do të takojë kryenegociatoren e Bashkimit Evropian, Majlinda Dhukën, dhe kryetaren e Kuvendit, Elisa Spiropalin. Kjo vizitë do të shërbejë si një rast për diskutuar me autoritetet shqiptare mbi procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian, veçanërisht progresin për reformat themelore, siç është ajo në drejtësi. Vizita do të jetë gjithashtu një mundësi për të përcjellë rëndësinë e konsolidimit të arritjeve të deritanishme përmes rezultateve të prekshme në reformat e kërkuara. Komisionerja do të takohet gjithashtu me krerët e institucioneve të pavarura shqiptare të drejtësisë, deputet Kuvendit, përfshirë përfaqësues nga opozita, si dhe organizatat shoqërisë civile. Gjithashtu, komisionerja Koz do të ketë një takim me studentët e Kolegjit të Evropës dhe të Universitetit Evropian. Më pas, ajo do të vizitojë 3 projektet financuara nga Bashkimi Evropian në Elbasan. Gjykata e posaçme apelit do të shpallë të njëjtën vendimin për Erion Veliajin, i cili kërkon lirinë dhe zbutjen e masës së sigurisë. Kryebashkiaku ka kundërshtuar provat e reja të paraqitura nga prokurorët e SPAK-ut, të cilët këmbgulin që ai të qëndrojë në qeli. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të mësojë të njëjtën në orën 10 nëse do të lirohet apo do të vijojë të qëndrojë në qeli. Ky ishte vendimi i marrë nga gjyqtari Engert Pëllumbi në seancën që zgjati më shumë se 3 orë. Në ditën e dytë të seancës gjyqësore, trupa gjykuese ka dëgjuar palën mbrojtëse përfshirë vetë kryebashkiakun Veliaj. Mësohet se kryebashkiaku Veliaj ka kundërshtuar provat e reja nga SPAK me pretendimin se prokuroria e posaçme ka përgjuar 1 muaj bisedat familjare që sipas tij kanë të bëjnë me intervista në media. Më izoluat 1 muaj në burg që të gjenit prova të reja. Saliu e ofendoi SPAK-un dhe e konsideroi si organizatë kriminale. Çfarë gjeti? Pse nuk u konsideruan provat e reja sulmet e Berishës ndaj SPAK, por ju keni konsideruar provat e reja çimkat dhe telefonatat e mia me djalin dhe familjen, interesimin tim për intervista në televizionet kryesore. Unë jam ende kryetar bashkie në detyrë, i votuar nga çerek milioni njerëz. Unë i qëndroj çdo postimi që kam bërë në rrjetet sociale. Nga ana tyre, prokurorët e SPAK nuk kanë ndryshuar qëndrim, duke kërkuar që kryebashkiaku të qëndrojë në të njëjtën mas arrest në burg. Në kaun tjetër, pala mbrojtëse kërkoi zbutjen e masës së sigurisë, duke ofruar edhe garanci pasurore. Sipas avokatëve, kryebashkiaku nuk ka rrezik për prishje provash apo largim nga vendi. Veliaj u arrestuan në 10 shkurt, i akuzuar për 2 vepra penale, atë të korrupsionit pasiv në 9 raste dhe pastrim parash. Lirin kërkoi edhe biznesmeni Elman Abule për të njëjtat arsye. Ndërkohë, kundër masës së caktuar janë dhe 3 sipërmarrësit të tjerë: Meriman Palushi, Shkëlqim Fusha dhe Gentian Sula, ndaj të cilëve është caktuar detyrim paraqitje. Në të njëjtën dosje që po heton SPAK në akuzë është edhe bashkëshortja e kryebashkiakut Ajola Xoxa, e cila gjithashtu dyshohet se është përfshirë në të paktën 9 raste korrupsioni dhe pastrim parash. Ajo ka kërkuar në apel heqjen e sekuestros për disa llogari bankare, kërkesë që do të shqyrtohet të njëjtën në orën 9 para shpalljes së vendimit për kryebashkiakun.
Gjykata e Tiranës ka vendosur konfiskimin e pasurive të Alda Klosit, ish zyrtares dënuar për mosdeklarim të pasurisë. Ajo aktualisht e ka shlyer dënimin me 1 vit e 8 muaj burgim, por vjojnë hetimet për pastrim parash pasi nuk është gjetur ende burimi i rreth 500.000 eurove që ajo mbante në banesë. Konfiskojnë pasuritë e Alda Klosit, zyrtares që u dënua për mosdeklarim të pasurisë së saj dhe ish bashkëshortit. Bëhet fjalë për 3 pasuri në vlera monetare, lek, euro dhe dollar, apartament me sipërfaqe 85 m2 dhe garazh me sipërfaqe 14 m2. Sipas njoftimit të prokurorisë së Tiranës, pasuritë e llojit të paluajtshëm, apartament dhe garazh nuk justifikohen nga të ardhurat të ligjshme. Këto pasuri të paluajtshme janë fshehur dhe nuk janë deklaruar në deklaratat e ILDKPK-i nga personi i hetuar Alda Klosi. Ish zyrtarja ka shlyer dënimin me 1 vit e 8 muaj burg, por vjojnë hetimet për pastrim parash pasi nuk është gjetur ende burimi i 500.000 eurove që ajo mbante në banesë. Parat dhe valuta euro dhe dollar të sekuestruara në banesën e sanitares Rozeta Dobi dhe djalit e saj Javier Dobi, sipas prokurorisë janë vjedhur tek banesa e Alda Klosit. Kjo e fundit ranë në pranga në shkurt të vitit 2023, një muaj pas arrestimit të sanitares së saj për vjedhje me pasoja të rënda në banesën e Alda Klosit. Ajo nuk deklaroi të plot shumën e vjedhur në shtëpinë e saj. Fundi i vitit 2024 ka regjistruar një nivel të ulët papunësie në vend. Kjo fal performimit të ekonomisë që sipas Instatit vijon me një ecuri pozitive, duke punësuar më shumë forcë aktive për punë. Ekonomia e vendit po tregon performancë pozitive, kjo e ndikuar edhe nga shkalla e punësimit të popullatës, por njëkohësisht edhe ulja e papunësisë. Sipas të dhënave më të fundit të Instat, gjatë fundit të vitit të kaluar, shkalla e punësimit rezultoi 68.3%. Në tremujorin e 4 2024, shkalla e punësimit për popullsim 15-64 vjeç është 68.3%, duke shënuar një rritje vjetore me 1.6 pikë dhe një rënje tremujore me 0.8 pikë. Shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, në tremujorin e 4 2024, për popullsim 15 vjeç e lartë është 8.8%, duke shënuar një ulje vjetore me 0.8 pikë dhe një rritje tremujore me 0.7 pikë. Edhe shkalla pjesëmarrëse në tregun e punës pësoi rritje të konsiderueshme sipas Instat dhe sektoret me ndikimin më pozitiv janë industria, bujqësia dhe sektori i turizmit. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës. Në tremujorin e 4 2024 për popullsim 15-64 vjeç është 75.5%, me një rritje vjetore prej 1.2%, ka ndikuar industria, bujqësia dhe shërbimet, por fokusi kryesor ka qenë tek shërbimet. Të ndarë sipas kategorive përkatëse, Instat nënvizon se shkalla pjesëmarrjes në forcat e punës është 69.1% nga gratë dhe 82.2% nga burrat. Paga mesatare në vend në fund të vitit 2024 arriti në rreth 83.000 lek, duke u rritur me mbi 11% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas një raporti të Instatit, bujqësia është sektori më i keqpaguar, ndjekur nga industria dhe ndërtimi. Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar gjatë tremujorit të 4 2024 është 83.401 lek, duke u rritur me 11.2% krahasuar me tremujorin e 4 të 2023-shit, që paga mesatare ishte 75.000 lek. Sipas të dhënave të Instat, gjatë kësaj periudhe, aktivitetet ekonomike që ofrojnë paga mesatare mujore bruto më të larta se paga mesatare në nivel kombëtar janë aktivitetet financiare dhe të sigurimit, të cilat kanë një pagesë mesatare 163.000 lek, dhe informacioni dhe komunikacioni ku paga mesatare arrin në 121.000 lek. Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar, gjatë tremujorit të 4 të 2024-s, paga mesatare mujore bruto për grup aktiviteti ndërtim ka rritjen më të madhe me 11.9%. Pavarësisht rritjes, sektori i ndërtimit, ndjekur nga industria dhe bujqësia, kanë pagat më të ulta se paga mesatare në nivel kombëtar. Sektori shtetëror vijon të ketë epërsi në paga, sipas të dhënave të Instat për periudhën tetor-dhjetor 2024. Në sektorin shtetëror, paga mesatare është 100.000 lek, ose rreth
24% më e lartë se sa sektori privat, që e ka pagën mesatare 76.000 lek. Diferencimi midis dy sektorëve ka pësuar një zbutje të lehtë prej 4% në krahasim me tremujorin e tretë të 2024-s, ku diferenca me sektorit publik dhe privat ishte 28%. Qeveria ka shtyrë deri më 31 maj 2025 afatin për subjektet private për të aplikuar për stacione plazhi. Sipas vendimit, të gjitha subjektet mund të aplikojnë nëpërmjet platformës e-Albania. Qeveria ka vendosur që të shtyjë deri më datë 31 maj afatin për subjektet private, të cilat duan të aplikojnë për të lidhur kontratën e qiras për të ushtruar veprimtarinë e tyre në stacionet e plazhit, të drejtën për të përdorur hapësirën e plazhit e kanë subjektet private, të kategorizuara si bujtina, fjetina, hostele, hotele, resorte, qendra kurative, si dhe bloqe apartamentesh që janë 2 ose më shumë apartamente në të njëjtën vendodhje dhe që menaxhohen nga njëjti sipërmarrës turistik me jo më pak se 5 doma. Në vendimin e qeverisë thuhet se faza 2 e aplikimit të subjektit për stacion plazhi do të jetë brenda datës 30 prill. Faza e parë sipas këtij vendimi konsiderohet ajo e aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit, ndërsa në fazën e dytë saktësohet aplikimi, gjenerohet mandati i pagesës dhe përcaktohet plan vendosja e stacionit të plazhit. Të gjitha subjektet e interesuara duhet ta kryejnë aplikimin e tyre në portalin e-Albania, duke kërkuar shërbimin aplikim për ushtrimin e veprimtarisë së stacioneve të plazhit. Nga 13 marsi, aplikacioni TikTok nuk do t'jetë më i disponueshëm për përdoruesit në Republikën e Shqipërisë. Kjo pas një vendimi të fundit të qeverisë. AKEP-i u ka kërkuar ofruesve të shërbimit të internetit të bllokojnë qasjen në këtë aplikacion. Në zbatim të vendimit të qeverisë të marrë më 6 mars për bllokimin e TikTok në Republikën e Shqipërisë, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për bllokimin e aksesit të aplikacionit TikTok dhe infrastrukturën e tij digjitale në territorin shqiptar brenda 13 marsit. Nëpërmjet një shkrese, AKEP-i ka kërkuar sipërmarrësve të komunikimeve elektronike se janë bërë veprimet e nevojshme për të bllokuar të gjitha IP-të e TikTokut në territorin e Shqipërisë, bllokimin e DSN-ve të TikTok si dhe është dërguar lista e të gjitha IP-ve dhe domejnëve për të cilat kërkohet bllokimi i aksesit. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare u ka dërguar një email edhe kompanive celulare në vendin tonë që të marrin masat e duhura. Ndërkohë që më herët Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka bërë identifikimin e të gjitha IP-ve dhe domejnëve të TikTok në Shqipëri, për të cilat është kërkuar bllokimi i aksesit. Përdorimi i rrjeteve sociale nga të miturit dhe kryesisht TikToku ka sjellë një sër problematikash dhe raste të përsëritura dhunet e të miturit. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se pjesa më e madhe e prindërve kanë kërkuar mbylljen e TikTokut, por sipas ekspertëve mbyllja e TikTokut nuk është zgjidhje pasi të rinjt përdorin shumë rrjete të tjera sociale të cilat shfaqin të njëjtat problematika. Sipas vendimit të qeverisë, aksesi i TikTokut në Shqipëri do të mund të rihapet pas 12 muaj kur të plotësohen kushtet për vendosjen e filtrave mbrojtës për të miturit. Ndërkohë që opozita mbylljen e TikTokut e ka cilësuar si cënim të lirisë së fjalës dhe ka paralajmëruar protest më 15 mars në orën 19 para kryeministrisë. I pranishëm në veprimtarin Tirana, kryeqyteti mesatar i kulturës dhe dialogut 2025, kryeministri Edi Rama tha se ky vlerësim përfshin të gjithë vendin. Kreu i qeverisë njoftoi gjithashtu zhvillimin e një tjetër konkursi ndërkombëtar për një park të madh të besimit të konceptuar me presidentin e Emiratëve të Bashkuara Arabe. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Tirana është pakzuar zyrtarisht si kryeqyteti mesatar i kulturës dhe dialogut për vitin 2025. Së shpejti ne do të lançojmë një tjetër konkurs të madh ndërkombëtar, të cilin e kemi konceptuar së bashku me presidentin e Emiratëve të Bashkuara, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, që është konkursi për një park të madh të besimit. Sipas ministrit Gonxhe, Tirana është një kryeqytet shumë i ri, por me një histori të pasur. Tirana është shumë e gjallë, kështu janë dhe aktivitetet tona,
Në vitin 2022, Tirana ishte kryeqyteti evropian i rinisë, në vitin 2023 kryeqyteti evropian i sportit, ndërsa në vitin 2024 kryeqyteti i turizmit. Kryeministri Rama ka ndjekur nga afër punimet për kampusin e ri të Fakultetit të Studimeve Profesionale të Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Investimi parashikon ndërtimin e një ndërtese me 30 auditor, 15 laborator shkencor, salla konferencash, terrene sportive dhe mjedise rekreative. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren Ogerta Manastirliu inspektuan punimet e kampusit të ri të Fakultetit të Studimeve Profesionale në Durrës. Rama u shpreh se në fokus do të jenë edhe shtimi i rezidencave studentore. Kemi diskutuar që të ndërtojmë një program të veçantë për të bërë rezidencat e studentëve, sepse është shumë më mirë t'i bëj qeveria në bashkëpunim me bashkinë, edhe natyrisht me i qira që është shumë më modeste se sa qiraja që detyrohen të marrin në treg. Sipas ministrës së arsimit, kampusi universitar në Durrës ofron kapacitete më të mëdha dhe bashkëkohore për të rinjt. Fakulteti do të ketë 30 auditore, 15 laborator të shkencave teknike, duke përfshirë këtu laborator të mekanikës, të navigacionit, të shkencave mjekësore teknike, sepse janë të gjitha të kombinuara, dhe gjithashtu do të ketë dhe ambientet rekreative për studentët, janë planifikuar jo vetëm fushat sportive, por edhe një pishinë. 3 godinat e reja të këtij kampusi universitar do të ofrojnë shërbime për 1700 studentë. Gjithashtu, kryeministri Rama pa nga afër edhe punimet në kantierin e 2 unazave në qytetin bregdetar, të cilat synojnë lehtësimin e trafikut. Gjatë inspektimeve në Durrës, ndalesen e radhës kryeministri Rama e pat në lungomaren e re që shtrihet nga ura Dajlanit deri te godina e Kavalishqencës. Plazhin do ta zgjerojnë duke marrë det 100 metra dhe do të kemi një plazh të jashtëzakonshëm dhe gjithë ajo ngrënia që u bë plazhit me katrahurën e viteve të lirisë, demokracisë edhe çmendurisë do të mbetet histori. Ky investim në Durrës pritet të japë edhe më shumë vlerë shtëpive, hoteleve dhe njësive të shërbimit. Është dënuar me 35 vite burg organizatori i vrasjes së Behar Sofis 4 vjet më parë në Tiranë. Jemin Shera u shpall fajtor nga gjykata e posaçme pas hetimeve të SPAK-ut. Gjykata e posaçme shpalli fajtor dhe dënoi me 35 vite Jemin Sherën, i cili akuzohet nga SPAK për organizimin e vrasjes së Behar Sofis në 25 shkurt të 2021-shit. Dënimi ndaj tij është dhënë në mungesë pasi ndodhet në Arati. Sipas vendimit të gjykatës, Shera shpallet fajtor për vrasje me paramendim e kryer për interes të personave të tjerë në bashkëpunim në kuadër të grupit kriminal. Nga hetimet e prokurorisë së posaçme ka rezultuar se Shera e ka marrë porosin për të ekzekutuar Behar Sofin dhe për të realizuar vrasjen ka krijuar grupin kriminal. Pjesëtarët e grupit e kanë vëzhguar shënjestren e tyre për 6 muaj me radhë deri në momentin kur e ekzekutuan mëngjesin e 25 shkurtit në afërsi të piramidës në Tiranë. 127 vite burg ka dhënë gjykata e posaçme për 5 të dyshuar të tjerë për vrasjen e Behar Sofis. Giuliano Visha, Leonard Gjigja, Skënder Vathi dhe Bujar Leza janë dënuar me nga 30 vite burg për ngjarje, ndërsa bashkëpunëtori i drejtësisë, që është dhe ekzekutori i Sofis, Ernit Shyti, është dënuar me 7 vite heqje lirie. Ai u arrestua në Malinezi teksa ishte duke punuar. Policia dyshon se shkak i kësaj vrasje janë bërë prishjet e pazareve të drogës. Ka marrë formë të prerë dënimi për ish policin Arjan Tase, i cili u shpall fajtor për goditjen për vdekje me skafin e tij të 7 vjeçares Jonada Avdia. 3 vjet më parë në Imar, Tase kishte kërkuar ndryshim të vendimit, por apeli i jurisdiksionit përgjithshëm e rrëzoi kërkesën e tij. Gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm të apelit vendoset të lërë në fuqi dënimin me 12 vite për ish efektivin e policisë Arjan Tase, ku i fundit u shpall fajtor pasi në 2 gusht të vitit 2022 goditi për vdekje me skafin e tij 7 vjeçaren Jonada Avdia në plazhin e Potamit në Himar. Tase u shpall fajtor për veprën penale, vrasje me dashje dhe u dënua me 18 vite burg, por i ul 1/3 e dënimit të dhënë për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 12 vite heqje lirie.
Këtë dënim ai ankimoi duke kërkuar ndryshimin e kualifikimit të veprës penale, duke cilësuar vrasje nga pakujdesia dhe dënimin e tij me 5 vite heqje lirie. Por kjo kërkesë u rrëzua nga treshja e gjyqtarëve të gjykatës së apelit. Ish efektivi i policisë akuzohet se duke shkelur kordonin e sigurisë është afruar në zonën e bregut ku e mitura ishte duke u larë në ujë me babain e saj. Sipas dëshmitarëve, skafi ka bërë një kthes të menjëhershme duke goditur 7 vjeçarin me helikat e tij. Familja me origjinë nga Tropoja jetonte në Angli, por ishte kthyer në atë për pushime. Për këtë ngjarje u shkarkua i gjithë zinxhiri drejtues i policisë kufitare të Vlorës, si dhe inspektorët përgjegjës. 8 prej tyre u akuzuan për shpërdorim detyre. Në portin e Durrësit është sekuestruar një shumë prej rreth 109.000 euro të padeklaruara. Në pranga ka përfunduar një 40 vjeçar që tentoi t'i fus parat në vendin ton. Parat u gjetën në një furgon që drejtoi pikërisht nga 40 vjeçari. Veç eurove atij u gjetën edhe 600 franga. Ky rast i tentativës kalimit parave të padeklaruara është i dyti brenda pak ditëve. 3 ditë më parë, po në portin e Durrësit u gjetën mbi 22.000 euro që do të nxirreshin nga territori i vendit ton drejt Italisë. Ishet një 18 vjeçar duke drejtuar një motomjet ka përplasur një këmsor 68 vjeç banues në fshatin Velitërn. Si pasojë e përplasjes, 68 vjeçari ndëroi jetë rrugës për në spital, ndërsa 18 vjeçari drejtuesi motomjetit është dëmtuar dhe ndodhet në spital për ndihmë mjekësore. Ndërkohë policia pritet të përcaktojë shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti. Çdo ditë në pediatrinë e Korçës paraqiten deri në 80 raste me viroza të stinës. Sipas mjekëve, disa prej rasteve kanë edhe nevojë për trajtim spitalor. Ashtu si gjatë muajve të dimrit edhe pranvera ka nisur me fluks vizitash si pasojë e virozave të stinës. 75 deri në 80 fëmijë paraqiten çdo ditë në pediatrinë e Spitalit të Korçës me simptoma të rënduara të virozave, kryesisht ata shfaqin temperaturë të lartë apo koll. Përgjithsisht janë infeksione të poshtme respiratore, momentalisht laringite, tonsilite, pastaj janë të ndryshme viroza, me gjendje febrile të shoqëruara gjithmonë. Disa prej rasteve shfaqin edhe komplikacione për të cilat nevojitet shtrimi spitalor. Momentalisht kemi të shtruar deri në 17 dhe tregon që ka dhe komplikacione, siç janë bronkopneumonit, edhe pneumoni mund të vjen, otite të shoqëruar dhe prandaj këto kërkojnë patjetër edhe shtrim. Sipas mjekëve, grup mosha më e prekur nga virozat e stinës është ajo nga 5 deri në 7 vjeç. Vitet e fundit në Durrës është vënë re një rritje e numrit të padive për divorc. Pjesa më e madhe janë emigrant, ndërsa shkaqet kryesore mbeten problemet ekonomike dhe tradhtia. Në Durrës numri i divorceve është në rritje. Sipas avokatëve, pjesa më e madhe e personave që i drejtojnë gjykatës për zgjidhje të martesës janë shqiptarë të cilët jetojnë në emigracion. Një zgjidhje martese në Shqipëri në aspektin ekonomik është më i lirë se sa në vendet e huaja, në vendet e Bashkimit Evropian apo dhe në Amerikë, në Kanada, si kemi patur rast të ngjashme. Dhe së dyti, dhe nëse ata do ta bëjnë në një vend të huaj, janë përsëri të detyruar në bazë të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë që një zgjidhje martese kryer në një vend të huaj të vijë dhe të njihet, të jepet fuqi këtij vendimi të huaj në gjykatën e apelit në Republikën e Shqipërisë. Në të shumtën e rasteve janë gratë ato që kërkojnë divorcin, ndërsa renditen disa faktorë. Në përgjithësi, burrat janë të konsumues të pijeve alkolike, të bixhozit, dhe kjo sjell që familja e tyre të ketë probleme, të ketë vështirësi ekonomike dhe gratë vinë kërkojnë zgjidhjen e martesës në Shqipëri. Ndërkohë që nga raste që kemi të bëjmë me shtetet shqiptar që jetojnë në vendin ton, faktorët kryesor pa diskutim është faktori ekonomik, është faktori tradhtisë. Gjatë vitit 2024 në gjykatën e Durrësit janë regjistruar 662 padi për zgjidhje të martesës, ndërsa një pjesë e rasteve janë ende në shqyrtim. Sipas të dhënave, në 2 vitet e fundit, numri padive ka arritur në 1342. Duke renditur Durrësin ndër rajonet me shifrat më të larta për sa i përket divorceve në rang vendi.
Shtetet e Bashkuara pritet ta ndihmojnë Kosovën të shtojë kapacitetet mbrojtëse. Një marrëveshje arritur mes dy vendeve parashikon gjithashtu pajisjen e forcave të sigurisë së Kosovës me një flotë helikopterësh. Qeveria e Kosovës ka miratuar nismën për lidhje të marrëveshjes kornizë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Siç ka bërë të ditur Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci, qëllimi i kësaj marrëveshje është që të dyja palët të angazhohen në avancimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, si planifikimi i mbrojtjes, qëndrueshmëri strategjike dhe ngritjen e kapaciteteve strategjike ushtarake. Por kjo marrëveshje parashedhe ndërtimin e shumë kapaciteteve tjera, thash do të jetë fokus gjithashtu që nga SBO do të mbështesemi për ndërtimin e kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, që janë shumë të rëndësishme për aspektin e mbrojtjes së territorit. Marrëveshja kornizë ka të bëjë edhe për blerjen e helikopterëve. Për ndërtimit të flotës helikopterëve, që është një kapacitet që është planifikuar të ngritet në forcën e sigurisë Kosovës, gjithashtu për këtë çështje kemi pasur takime të rëndësishme gjatë vizitës që kemi pasur së bashku me komandantin e FSK-s në Washington. Kemi qenë direkt në fabrikën për prodhimin e helikopterëve Black Hawk. Ministri Maqedonci ka folur edhe për kufizimet që ka FSK-ja në veri të vendit. Ka thënë se asnjëherë nuk ka bërë rizotim të letrës së ish kryeministrit Hashim Thaçit drejtuar atëherë sekretarit të NATO-s Anders Fogh Rasmussen, ku jepet zotimi se FSK nuk shkon në veri pa pëlqimin paraprak të NATO-s. I pyetur nga gazetarët në konferencën për media, ai ka thënë se asnjëherë nuk ka bërë rizotim të kësaj letre, por se do ta respektojnë këtë letër pavarësisht se nuk pajtohen me të. Autoritetet federale të Bosnjë-Hercegovinës kanë lëshuar një urdhër arrest për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik, kryeministrin dhe kryetarin e parlamentit të këtij entiteti. Ata kanë refuzuar të merren në pyetje ndërsa akuzohen nga prokurorët për veprën penale sulm ndaj rendit kushtetues. Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka lëshuar një urdhër për ndalimin e presidentit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe dy të tjerë për akuzën sulm ndaj rendit kushtetues. Vendimi i autoriteteve të drejtësisë vjen pasi Dodik, kryeministri i Republikës Srpska Radovan Višković dhe kryetari i parlamentit të këtij entiteti, Nenad Sevandić, nuk ju përgjigjen thirrjes për të marrë në pyetje. Kjo erdhi pas vendimit të gjykatës shtetërore për Dodik të 26 shkurtit me një vit heqje lirie nën akuzat se ka sfiduar vendimet e një zyrtari ndërkombëtar që mbikëqyr paqen në Bosnjë-Hercegovinë. Dodik, udhëheqësi i entitetit serb të Bosnjës, u akuzua në vitin 2023 për nënshkrimin e ligjeve që pezullonin vendimet e gjykatës kushtetuese dhe të dërguarit ndërkombëtar për paqen Kristian Schmid. Njoftimi vjen në ditën kur autoritetet në Republikën Srpska planifikojnë që entiteti në Bosnjë-Hercegovinë ta përcaktojnë si shtet të popullit serb, të japin të drejtën për vetvendosje, të krijojnë ushtrinë e vet dhe të heqin Këshillin e Popujve sipas një drafti të ri të Kushtetutës së Republikës Srpska. Këto ndryshime bien ndesh me Kushtetutën e Bosnjë-Hercegovinës. Bashkimi Evropian dhe Kanadaja njoftuan kundër masa ndaj mallrave amerikane vetëm disa orë pas hyrjes në fuqi të tarifave të SBA-s prej 25% për të gjitha importet e çelikut dhe të aluminit. Presidenti Donald Trump kërcënoi të përshkallëzojë luftën tregtare globale me tarifa të mëtejshme për mallrat evropiane. Presidenti Donald Trump kërcënoi të mërkurën të përshkallëzojë luftën tregtare globale me tarifa të mëtejshme për mallrat e Bashkimit Evropian. Kjo pasi partneri kryesor i SBA-s, Bashkimi Evropian, shpalli kundër masa ndaj barierave tregtare të ngritura tashmë nga presidenti amerikan. Vetëm disa orë pas hyrjes në fuqi të tarifave prej 25% për të gjitha importet e çelikut dhe aluminit në SBA, Trump njoftoi masa shtesë, nëse BE-ja zbaton tarifa kundër disa mallrave amerikane muajin e ardhshëm. Për çfarë do masi do të na vendosin, ne do të përgjigjemi në të njëjtën shkallë, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë.
Më herët Bashkimi Evropian njoftoi kundër tarifa me vlerë mbi 26 miliardë euro ndaj disa mallrave amerikane nga muaji i ardhshëm, duke intensifikuar luftën tregtare globale. Kundërmasat që shpallim sot janë të forta, por proporcionale, u tha gazetarëve shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Bashkimi Evropian duhet veprojë për të mbrojtur konsumatorët dhe biznesin e saj, tha ajo. Mbi fokusimi Trumpit te tarifat ka tronditur besimin e investitorëve, konsumatorëve dhe bizneseve dhe ka rritur frikën e një recensioni. Presidenti ka prishur edhe marrëdhëniet me Kanadan, një aleat i ngushtë dhe partner i madh tregtar. Kanadaja, furnizuesi më i madh i huaj I çelikut dhe aluminit në Shtetet e Bashkuara, njoftoi 25% tarifa akmarse për këto metale, së bashku me kompjuterët, pajisjet sportive dhe produktet tjera me vlerë totale $20 miliard. Kanadaja tashmë ka vendosur tarifa me vlerë të njëjtë për mallrat amerikane në përgjigje të tarifave më të gjera të Trumpit. Ne nuk do të qëndrojmë duar kryq, ndërkohë që industria jonë e çelikut dhe aluminit është vendosur padrejtisht në shinjestër, tha ministri kanadez I financave Dominic LeBlanc. Ministria kanadeze e punëve të jashtme, Melanie Joly, tha se vetmja konstante në këtë luftë pa justifikuar tregtare janë bisedimet e presidentit Trump për aneksimin e vendit ton përmes shtrëngimit ekonomik. Banka Qendrore e Kanadas gjithashtu uli normën e interesit për të përgatitur ekonominë e vendit në rast të një recensioni. Reagime edhe në pjesën tjetër të globit. Ministria e Jashtme e Kinës tha se qeveria kineze do të mbrojë interesat e saj, ndërsa kryesekretari I kabinetit japonez, Yoshimasa Hayashi, tha se masat amerikane mund të kenë ndikim në lidhjet ekonomike SBA-Japoni. Aleatët e ngushtë të SBA-s, Britania dhe Australia I kritikuan tarifat e përgjithshme, por përjashtuan vendosjen e menjëhershme të masave. Në të shojmë tjera zhvillime ndërkombëtare, pritet tani vetëm përgjigja e Rusisë për propozimin amerikan për një armëpushim 30 ditor në Ukrainë. Diplomatët amerikanë ndodhen në Moskë për të paraqitur propozimin, ndërkohë presidenti Trump paralajmëroi se do të vendos tarifa shtesë ndaj Rusisë nëse hedh poshtë propozimin. Presidenti Zelenski tha se periudha 30 ditore e armëpushimit do të përdoret për të hartuar një plan të plot paqeje. Zyrtarët amerikan do t'i paraqesin zyrtarisht Rusisë propozimin e tyre për një armëpushim 30 ditor në Ukrainë dhe do të diskutojnë me ta rrugën që do të ndiqet drejt bisedimeve të paqes. Presidenti Donald Trump tha se tani çdo gjë varet nga Rusia, pasi Ukraina ra dakord. Ka marrë disa mesazhe pozitive, por një mesazh pozitiv nuk do të thotë asgjë. Kjo është një situatë shumë serioze, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale. Më pas ai paralajmëroi të vendos sanksione shtesë ndaj Rusisë nëse hedh poshtë propozimin amerikan. Rusia nuk ka rrugdalje tjetër përveç armëpushimit, po që nevoja ne do ta sanksionojmë, megjithse shpresoj se nuk do të kemi nevojë. Në pikpamjen financiare ne mund të bëjmë gjëra shumë të pakëndshme, shumë të këqija që janë shkatërruese për Rusinë, por unë nuk e dua një gjë të tillë. Pas bisedimeve në Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara njoftuan rifillimin e ndihmës ushtarake dhe shkëmbimin e informacioneve të zbulimit me Ukrainën. Presidenti Volodymyr Zelenski përshëndeti bisedimet me SBA-n dhe tha se armëpushimi 30 ditor I propozuar mund të përdoret për të hartuar një marrëveshje më të gjerë paqeje. Ne jemi gati për një armëpushim 30 ditor, siç propozohet nga pala amerikane. Për sa u përket garancive të sigurisë, do të flasim më në hollësi në këto 30 ditë për të përgatitur një projekt marrëveshje. Ne kemi propozimet tona, por do të hartojmë hapat për të cilat do të bijem dakord me aleatët tanë, si dhe formatet e garancisë së sigurisë që do të ketë Ukraina pas luftës. Zelenski shtoi se takimi në Xheda ndihmoi për të ulur tensionet me Washingtonin. E ndërsa pritet një përgjigje, Rusisë, forcat ukrainase janë tërhequr pjesërisht nga rajoni Kursk. Sipas agjencisë së lajmeve, RIA Novosti, shefi I shtabit përgjithshëm të ushtrisë ruse, informoi presidentin Putin se forcat ukrainase janë të rrethuara dhe se planet e Kievit aty dështuan. Presidenti Putin ka kërkuar që trupat e kapur në rajonin Kursk të trajtohen si terrorist. Ai kërkoi çlirimin e plot të rajonit dhe mësohet se do ta vizitojë atë së shpejti. Ecim tej me të tjera zhvillime, Rusia kërkon të informohet nga SBA-ja për marrëveshjet e arritura me Ukrainën në Arabinë Saudite përpara se të jap një opinion të qartë. Ministri I Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se nuk do të bëjë kompromise që rrezikojnë jetën e qytetarëve, përfshirë atyre që jetojnë në territore tashmë të aneksuara.
Pas bisedimeve konstruktive në Arabinë Saudite, ku Kievi pranoi propozimin e administratës së Trump për një armë pushim 30 ditor me Rusinë, ka ardhur edhe reagimi i parë nga Kremlini. Kremlini ka bërë të ditur se duhet të informohej nga Shtetet e Bashkuara mbi rezultatin e bisedimeve SBA-Ukrainë përpara se të deklarojnë nëse një armë pushimi propozuar është i pranueshëm edhe për Rusinë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u tha gazetarëve se nuk e përjashtoi mundësinë e një bisede telefonike midis presidentëve Vladimir Putin dhe Donald Trump, për të cilën ai tha se mund të organizohet shumë shpejt nëse është e nevojshme. Ne mendojmë se sekretari i shtetit Marco Rubio dhe këshilltari për sigurinë kombëtare Mike Waltz në ditët në vijim do të na informojnë mbi negociatat që u zhvilluan dhe kompromiset e arritura, tha Peskov. Nga ana tjetër, edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha në një intervistë se Moska do të shmang kompromiset që do të rrezikonin jetën e njerëzve. Rusia e di se si të mos bëj kompromis që rrezikon jetën e njerëzve, pse duhet të pajtohemi me një forcë paqëruese ose një grup paqëruetës. Ata duan që një forcë e tillë të përbëhet nga vende që na kanë shpallur armik, ndërgjegjja jonë është e pastër. Agjencia lajmeve Reuters, duke cituar burime nga Rusia, raporton se Vladimir Putin nuk ka gjasa të pranojë propozimin e armëpushimit 30 ditor të SBA-s. Sipas zyrtarëve rus, çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh përparimet ruse në fushën e betejës dhe të adresojë shqetësimet e Moskës. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pas bisedimeve u shpreh se topi është në fushën e rusëve për të pranuar armëpushimin. Nga ana tjetër, edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e cilësoi propozimin për armëpushim pozitiv. Nga ana tjetër, ndihmat amerikane për Ukrainën janë rikthyer brenda pak orësh pasi Kievi u tregua i gatshëm të pranojë armëpushimin 30 ditor. Konfirmimi erdhi nga ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski gjatë takimit në Varshavë me homologun ukrainas Andriy Sybiha, ku tha se ndihmat amerikane për Ukrainën që kalojnë përmes këtij vendi janë rikthyer në nivele normale. Pas incidentit përplasjes dy anijeve, një anije maldrash dhe një cisterne në detin e Veriut, autoritetet kanë arrestuar kapitenin rus të anijes së maldrave, i cili duket se është përplasur në mënyrë të qëllimshme me cisternën. Kapiteni i anijes së maldrave Solong që u përplas me një cistern nafte në detin e Veriut është një shtetas rus. 59 vjeçari është arrestuar për akuzën vrasje rënd nga pakujdesia pas incidentit në brigjet angleze. Stena Immaculate e regjistruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që transportonte karburant për ushtrinë amerikane, u përplas me salong me flamur portugez në brigjet e Yorkshire të hënën. Kompania e transportit Ernest Rus, e cila zotëron salong, konfirmoi se pjesa tjetër e ekuipazhit janë rus dhe Filipinas. 36 persona u shpëtuan pas përplasjes. Ndërkohë, autoritetet kanë zbuluar se Solong dështoi në kontrollat e sigurisë vitin e kaluar. Dokumentet e inspektimit të kontrollit shtetëror portual nga korrigu i vitit të kaluar tregojnë se si zyrtarët paralajmëruan për probleme në lidhje me anijen. Menjëherë pas përplasjes, 10 njerëz u detyruan të bregtisin mjetet lundruese pasi ato morën flak. Stena Immaculate u nis nga një port në Greqi sipas Marine Traffic, ndërsa Solong kishte ardhur nga porti skocez Grangemouth dhe ishte rrugës për në Rotterdam në Holand. Krimtaria letrare shpesh ka shërbyer si një orë komunikimi mes popujve, në fakt ky ka qenë edhe theksi mbrëmjes poetike që u organizua nga ambasada e Greqisë këtu në Tiranë. Krijimtaria letrare e grave mblodhi në Tiranë poetë nga Shqipëria dhe Greqia mbrëmjen e së martës. Është shumë e rëndësishme raporti me historinë. Aktiviteti i ambasadës greke në nder të ditës së ndërkombëtare të gruas vuri theksin tek forcimi i marrëdhënieve kulturore mes dy vendeve. Këtë vit aktiviteti ynë synon të nxjerrë në pa një tjetër fushë ku spikat aktiviteti shumë dimensional i grave, ato të letërsisë dhe veçanërisht poezisë. Dëshiroj t'i falenderoj për kontributin e tyre për forcimin e marrëdhënieve kulturore mes dy popujve tanë. Ambasadorja e Greqisë vlerësoi edhe përpjekjet e Shqipërisë drejt arritjes së barazisë gjinore. Është fakt se Shqipëria ka bërë përpjekje të mëdha vitet e fundit për të promovuar barazinë gjinore si në jetën politike, ashtu dhe në atë private. Ky progres pasqyrohet qartë në përqindjen e lartë të grave, në përbërjen qeveritare, por edhe në pozicionet e larta në përgjithësi. Në këtë aktivitet zëri poetik femëror mori një dimension të fuqishëm që kontribon në transformimin e shoqërisë. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion të fundit. Miru takofshim.